Mendoj se po, se në to situata dhe në këto momente ekipi tregon karakterin. Unë ju thash edhe në momentin kur pranuam gol do të besojmë, për shkak se shumë pak skuadra kanë ligën e Maqedonisë që mund të durojnë dy pjesë kundër neve. Me thënë është problematike nëse ato japin maksimumin dhe mbrohen mirë pjesën e parë. Unë jam shumë i vetëdijshëm se pjesën e dytë do kemi shumë hapësira dhe do kemi shumë mundësi për të shkuar. Dhe normalisht që jam i kënaqur me ndeshjen dhe me fitoren, përveç di situatave minutat e para kur përfajnë to, normalisht kundërshtari na krijoi probleme dhe na shënoi. Por në këto situata, në këto momente kur ne gabojmë dhe pranojmë gol, atë shihet më shumë edhe karakteri i skuadrës. Është kjo që thash, fitore 3 pikë, Shkëndija dhe një mesazh të gjithë tjerët, sepse nuk ka talli dhe Shkëndija është e gatshme të luftojë deri në fund, deri në atomin e fundit, sepse çdo pikë do të luftojë dhe kërkojë në terren të marrë më të mirën për atë që duam, që është titulli kampion. Besoj se po, për shkak se thash edhe pas ndeshjes kaluar që skuadra jonë posedon me futbollistë shumë cilësor. Ne sot kishim dy mungesa shumë të rëndësishme, si mungesa e Imran Fetajt dhe Sebastian Spahiut, por megjithatë skuadra përsëri performoi shumë mirë. Kështu që ne kemi disa futbollistë të cilët janë polivalentë, të cilët mund të në momente të veçanta të përgjigjen edhe në role të caktuara. Dhe këto fitore kështu me rikthim gjithmonë rrisin vetbesimin e skuadrës, pavarësisht se unë besoj që nuk ka vend për dyshimin e kualitetin e Shkëndijës pas kësaj që skuadra ka treguar 7 apo 8 muajt e fundit. Përveç kësaj përmbysjes që e përmendëm, 2-1 kemi humbur këtu në sezonin që humbëm titullin, 0-0 jemi ndalur dhe kemi fituar 2-1 vitin e kaluar kur fituam titullin. 4-1 është një ndër fitoret që Shkëndija veçmë e kalon edhe atë bllokadën e jo kundërshtari pa përshtatshëm, jo luan mirë, është terren i vështirë, thjesht futet mbrapa për të fituar dhe merr atë që meriton në mënyrë shumë autoritative. Si fillim luaj një fushë zakonisht shumë të keqe, shumë të rëndë. Për mua e papranueshme për ligën e parë Maqedonisë dhe pikërisht në këtë fushë ne krijuam shumë raste dhe nga ato shënuam 4 gola. Unë mendoj që skuadra dita ditës piqet akoma më shumë në aspektin futbollistik. Besoj që kjo skuadër këtu, ekipi i Tikveshit, jo se është skuadër e papërshtatshme për shkak se luajnë ashpër apo godasin pa top, por janë edhe skuadra cilësore. Unë mendoj që përveç katërshës parë, këto janë skuadra më e papërshtatshme për shembull për të përballur, qoftë në terren vendas apo edhe mysafir.